Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allah te baraka wa taala. Atë falenderojmë për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte rob prej robëve të Allahut dhe ishte i dërguari i tij i fundit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, javën e kaluar kemi folur për shkaqet e shtimit të imanit. Shkaqet e rritjes të imanit. Cilat vepra do të më bëjë njëri, çka do të më punu që imani i tij më u rrit. Ndërsa sot me lejen e Allah te baraka ve teala po flasim për shkaqet e paksimit të imanit. Që me ditë më urujt për atyre shkaqeve, mos më ran ato vepra e imani jon pastaj me u paksu. Transmeton Buhariu dhe Muslimi një hadith nga Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, i cili është shok për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Kana an-nasu yas'aluna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Shumica e njerëzve gjithmonë kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për hajrin. Wa kuntu as'aluhu 'anil sharr, ndërsa unë e pyetja atë për sherrin. Makhafata an yudrikani, për frikës që mos po bin sharr. Për atë arsye, për frikës të madhe që ka pas që po bën sharr, që po godet diçka e keqe, që po rrok ndaj fitnë, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpesh për sherr, për fitnë, për diçka që shumica e sahabive nuk e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Siç thonë edhe disa poetë arab, që është fjalë e njohur: "Araftu ash-sharra la lish-sharr, lakin li tawqihi. Man lam ya'rif ash-sharra min al-khair, yaqa' fihi." E kam njoftë dhe kam mësuar sherrin jo për shkak të sherrit, po me urujt për sherrit. Nga se kushdo që nuk e njeh sherrin, zë me dallu prej hajrit, zakonisht bjen ta. Edhe kështu ka vepruar Hudhaifa radhiyallahu anhu, edhe ne kështu po veprojmë me mësimin e këtyre shkaqeve të paksimit të imanit që me lejen e Allahut Allah më na rujt edhe mos më ra në ato vepra. Kena me fol inshallah për 5 ose 6 pika apo shkaqe të cilat e paksojnë imanin. Shkaku i parë është lënia e veprave të mira apo paksimi i ibadetit. Njëri që nis milon veprat e mira, sunetet se farzët po se po dhe sunetet njëri që fillon me ilon, i rrallon adhurimet, imani i tij fillon me raka daldar. Pa dyshim kjo që ka më ndodhur. Argument për këtë është fjala Allahu xhalla wa ala në surën Ash-Shams, kur flet për egon e njerit, për nefsin. Thot: "Qad aflaha man zakkaha." Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar nefsin e tij, egon e tij. "Wa qad khaba man dassaha." Edhe ka dështuar ai i cili e ka përdhos nefsin e tij. E që i bjen njeri nëse nuk e pastron nefsin e tij, nuk e lut Allahun te baraka ve teala me pastru nefsin, nuk i bën vepra që Allah i kërkon prej tij që me pastru nefsin e tij, atëherë ai ka me përdhos nefsin e tij. Lënia e këtij ibadetit, pastrimit nefsit, ka me shpite përdhosja e egos dhe nefsit të tij. Shkaku i dytë është ignoranca, e që është mosdia, së bashku me pakujdesin, me shkujdesin. Thot Allahu xhalla wa ala se i përket ignorancës apo mosdijes në surën Az-Zumar: "Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun." Thuaj, a dikën tjetër përveç Allahut po më urdhroni mu që ta adhuroj o ju ignorant, o ju jahila. Më thonë Allah te baraka ve teala na tregon që në këtë rast ignoranca, jahli, të shten edhe kufër me bose, jo vetëm me traj imani pak. Po të bjen deri te kufri dhe te shirku. Njerëz për shkak të ignorancës, mosdijes, që lënë mangu diturinë islame, diturinë fetare, bin edhe në kufër, edhe në shirk, edhe në bidat, edhe në gjunahe, ju bjen imani i tyre. Në surën Yunus thot Allahu xhalla wa ala: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha." I përmend disa njerëz e që ata që nuk e shpresojnë takimin me Allahun. Nuk e besojnë dhe nuk e shpresojnë. Dhe kënaqen me jetën e kësaj bote, dhe qetësohen ta. Walladhina hum an ayatina ghafilun.
Këta njerëz janë, thot Allah te bareke ve teala, gafila të shkujdesur nga argumentet e Allahu xhalla wa ala. Çka i pret si shkak i kësaj shkujdesjes? Nirania e madhe e imanit. Edhe një përfundim tepër i keq. E që është? Ulaika ma'wahumun nar. Vendi i tyre në ahiret është zjarri. Bima kanu yaksibun, si shkak i veprave të tyre, të cilat i kanë vepruar këtë dynja, edhe si shkak i shkujdesjes të madhe që kanë pasur ndaj imanit. Po ashtu në fillim të surës Al-Anbiya, thot Allahu xhalla wa ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. E tregon gjendjen e shumicës njerëzve. Thot ju ka afruar njerëzve dita dhe koha e llogaridhënies. Wa hum fi ghaflatin. Ata janë në pakujdesi të madhe. Mu'ridun, ja kanë kthy shpinën udhëzimeve të Allahut te bareke ve teala, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E patjetër që ky kthim i shpinës edhe ky gaflet apo kjo shkujdesje janë shkaqe tepër të mëdha për paksimin e imanit. E neve përndryshe Allahu xhalla wa ala na fton që të jemi vigjilant dhe të jemi të kujdesshëm për imanin tonë edhe për ditët tona në vijim, se çka na pret edhe në dynjë edhe në ahiret. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Yusuf apo në surën Al-Hashr, ja ejuhalladhina amanu ittaqullah, o ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Edhe let kqyr mirë, let bëhet gati secili njeri për ata çka e pret nesër. O bëhet gati për ditën e gjykimit. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Wattaqullah, prapë të friksojeni Allahut. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, nga sa Allahu hollësisht i din veprat tuaja. Pastaj shkak tjetër për rënien e imanit apo paksimin e tij është edhe nefsi apo egoja që e ka njeri për brenda edhe urdhëron gjithmonë për të keq. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Yusuf, "Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su." Me të vërtetë nefsi, egoja është ajo e cila urdhëron tepër shumë me të keqe. Njeri e ka egon brenda vetes, e cila e urdhëron gjithmonë për të keqe. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbet e tij shpesh herë ka kërkuar prej Allahut te bareke ve teala me rujt prej sherrit të nefsit vet. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina. Dhe kërkojmë mbrojtje te Allahu te bareke ve teala nga sherrat e egove tona. Kjo ka qenë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë çështje. Një fakt tjetër, gjithashtu apo shkak për rënien e imanit, janë edhe cytet e shumta të shejtanit. E që njerëz i lojnë shumë hapësirë shejtanit me i cyt. Edhe pse e dinë që e kanë armik të përbetuar. Siç thot Allahu xhalla wa ala në surën Fatir, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Me të vërtetë shejtani është armik i juaj, atëherë merreni për armik seriozisht. Jo vetëm teorikisht me ditë që shejtani është armik edhe në rregull me çaq melon, e dina sikur informat, jo. Po është armik ju, me armikun do të me luftu. Atëherë luftojeni armikun, luftojeni shejtanin. Gjithashtu thot në surën Al-A'raf, ja bani Adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna. O të bitë Ademit, mos t'ju bën fitnë shejtani. Mos t'ju vjen shejtani më ju deviju juve, ashtu siç u bë shkak për daljen edhe nxjerrjen e baballarëve tuaj prej xhenetit. U bë shkak për daljen e Ademit alayhis salam edhe Havës alayha as-salam. Po ashtu shkak tjetër për rënien e imanit është dashuria e dynjas dhe bukurive të saj. E që janë të shumta, po që janë tepër të shkurta. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Ali Imran, të tregon se ka zbukuru dynjan për neve. Thot zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawati min an-nisa wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. I tregon disa prej zbukurimeve të kësaj dynjas. Ndërto e para gratë. Gratë janë zbukurim për këtë dynja për burra. E dyta fëmijët. E treta pasuritë e shumta që i mbledhin njerëzit prej arit dhe argjendit. Pas kësaj Allah i përmend kuajt, të cilët janë shumë të bukur dhe të cilët janë të stërvitur, të trajnuar.
Pas kësaj, Allah Azza wa Jalla përmend bagëtit edhe bujqësinë. Bagëtit e që janë për qëllim devet, delet edhe lopt. Kretë këto Allah Jalla wa Ala i ka zbukuru për njerëz. Jam prej zbukurimeve të kësaj dunjas. Edhe bujqësia është zbukurim për njerëz. Allah thot dhalika mata'ul hayatid dunya. Kretë këto që janë përmend gratë, fëmijët, kuajt, pasuritë, bujqësia, blegëtoria janë veç një kënaqësi e botës më të poshtme, e që është dynjaja. Wallahu indahu husnul ma'ab, ndërsa vend kthimi më i bukur është Allah te bareke ve teala në xhenetet e tij. Nga se në xhenet çdo mirësi është e pafundme. As nuk llogaritet, as nuk krahasohet me mirësitë e kësaj dynjas. Çfarë do mirësie me pas njerin këtë dynja, ka frikë që po hupat mirësi. Gjithë çfarë do mirësie me pas. Pasuri të madhe me pas, friksohet njeri mos po e humb nesër ose mos po ja vjedh dikush. Çfarë do mirësi me pas këtë dynja, njeri nuk është i sigurt me ta. E dallimi i madh me xhenet është që në xhenet njeri është i sigurt. Edhe krejt mirësi që Allah te bareke ve teala ka bëu gati, i ka të përhershme. E nuk do të më leju na që dynjaja me u bë shkak që imani jon me u paksu. Nga se për dynjan e kena përmend disa herë hadithin e Tirmidhiut që transmeton nga Sahel ibn Sa'id as-Sa'idi, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha sharbata ma." Sikur dynjaja me gjithë çka që ka të, jo me mirësitë e mia e as tua e as tona të bashkë, po dynja s'ket çka kanë mirësi njerëz. Sikur krejt këto të kishin botë Allah azza jall vetë sa një krah i mushkonjës, Allah te bareke ve teala nuk ju kishte jep ju besimtarëve as edhe një glënk ujë me pi. Po për shkak se këto mirësi janë mirësi tepër të vogla edhe kalimtare, edhe zvlen te Allah te bareke ve teala, atëherë Allah jep krejtëve edhe besimtarëve edhe jo besimtarëve. Edhe pastaj merr në llogari për ato mirësi. Ndërsa subhanallahu njerëzit kur dalin para Allahu xhalla wa ala, çka thonë, sa ju do këtë që kanë jetuar në dynja. I do këtë tepër shkurt. I përshkruan Allahu azza xhall në disa vende në Kur'an, ndërton surën Yunus, thot wa yawma yahshuruhum, ditën kur Allahu i ringjall ata. Çka thonë ata, çysh u do këtë? Ka allam yalbathu illa sa'atan min an-nahar. Yata'arafuna bainahum. Ju do këtë që veç një pjesë të vogël ditës kanë qenë në dynja bashkë me barzakh, me jetën në varreza. Kretë kjo do këtë sikur një pjesë e ditës. Yata'arafuna bainahum, sikur me pas shku një gjysmë ditë me u njoftu me njerëz në mes vete, edhe me çash me përfundu dynjaja me çka konta. Çështu kam ju dok njerëzve dynjaja kur dalin para Allahu xhalla wa ala. Allah ne ka cilësu këtë dynjë disa vende Kur'an dhe Sunet, ndërton surën Al-Hadid. Në thot i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zina. Dijeni që bota apo kjo dynja është la'ibun, lojë e trupit. Lahun është zbavitja e zemrës, qefet e zemrës, edhe trupi, dyat. Mirë, pastaj është zina, është stoli dhe zbukurim, cilën njeri nuk e ka, po zbukurot me ta. Vjen koha dhe njeri e largon atë stoli dhe atë zbukurim. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Po ashtu është edhe mburje mes vete, në shtim të pasurisë dhe të fëmijëve. Çka bën njerëz në burrën? Unë kam më shumë pasuri, unë kam më shumë fëmijë. Shtyhen njëri me tjetrin. Shembulli i krejt kësaj dynjas, krejtën e zbukurimeve të zemrës, edhe të shpirtit, edhe të trupit, edhe pasurive të shumta, thot Allah është sikurse kemathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Sikurse një shi i cilin e kanë prit njerëz, sidomos bujqet për një kohë shumë gjatë, s'ka ra kohë gjatë shi. Dhe ata një ka ra një shi i madh, ata kanë menzi s'kan prit me ra çaj shi. Edhe ka ra, kur ka ra shi kanë dalë të mbjellurat. Edhe ju gëzuat atë për shumë. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. E pastaj ato të mbjellurat që kanë dalë, të Allahu xhalla wa ala thahen, zverdhen edhe thërmohen. Për një herë. Kam prit tepër gat me rani shi tepër i madh dhe Allah ja u ka qu. Me njerë si kanë dalë ato të mbjellurat, Allahu ja u ka prish ato. Ja u ka zverdh, ja u ka tha, ja u ka thërmu.
Kjo është dynjaja. Kaq shpejt kalon edhe që ka vlerë të vogël ka te Allahu xhalla wa ala. Wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Ndërsa në ahiret ka falë të madhe prej Allahu xhalla wa ala, edhe ka kënaqësi të madhe prej Allahu xhalla wa ala, po ka edhe dënim tepër dhëmshëm. Pse Allah e përmend këto që në ahiret ka dënim edhe ka kënaqësi, edhe shpërblim. Me na tregu neve që këtë dynja që Allah na ka jep, kena me u pyet për ta kur dalëm para tij ditën e gjykimit. Edhe secili ka më marrë në llogari mënyrën çysh ai vet e ka shfrytzuar këtë dynja. Nëse ka shfrytzuar dynjan me u afru te Allahu xhalla wa ala, Allahu ka më shpërblim me kënaqësi prej tij dhe me falë gjunave. Ndërsa nëse dynjaja u bë shkak ai mu largu prej rrugës së Allahu xhalla wa ala, për të ka më pas në ditën e gjykimit patjetër dënim. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dhe kjo dynja, thot Allahu xhalla wa ala, nuk është diçka tjetër përveç se një përjetim mashtrues. Përjetim mashtrues. Sot je, sot si. Sigur shembulli që na dha pak më herët Allah te bareka ve teala në surën Al-Hadid. Edhe shkaku i fundit i paksimit të imanit që kum përzgjedh është shoqërimi me shoqëri të keqe. Njeri i cili ka shoqëri të keqe, patjetër që imani i tij ka më shku duke i rënë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që transmeton Ahmedi, Abu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerë nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot al-mar'u ala dini khalilihi ose ar-rajulu ala dini khalilihi. Me të vërtetë, njeriu është në fen e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dhe transmetim men yukhalit. Le të shikon mirë secili prej juve se kanë po e shoqënon edhe me kanë po përzihet. Secili njeri njihet përmes shokut të tij. Sa që dietar thonë s'ka nevojë me shku me vet njërin kush je ti. Mjafton me pa me kanë rënaj. Edhe më një herë kupton se çfarë vlere ka ai. E veç një shoqni ju bën hajër besimtarëve në ditën e gjykimit. Krejt shoqni tjera Allah azza xhali ka përmendur në surën e Zukhruf, ka treguar që krejt kthehen në armiqësi. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Krejt shokët e ngushtë, që kanë qenë shokët e ngushtë në dynja, ditën e gjykimit në ahiret janë armiq të njëri tjetrit. Përveç atyre që kanë qenë devotshëm në dynja. Edhe ju kanë friksuar Allahu te baraka wa taala. Këta njerëz edhe kjo shoqni shpëton te Allahu xhalla wa ala. Ndërsa shoqnitë e tjera kthehen në armiqësi, Allahu na ruaj. Ana dim pe shkaqeve të dashurisë Allahu xhalla wa ala për robët e tij është shoqëria e besimtarëve në mesin e tyre. Transmeton Imam Ahmedi një hadith në musnedin e tij prej Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu ta'ala, është hadith qudsi, fjalë Allahu xhalla wa ala. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Është bë obligim, Allahu thot, dashuria ime për këta njerëz, për këto katër lloje të njerëzve. Edhe i përmend cilat janë ato katër lloje të njerëzve, ata të cilët duhen për hir të Allahut xhalla wa ala. Njerëz që duhen për hir të Allahut, lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya, ata të cilët rrin ulën bashk për hir të Allahut azza xal. Allah thot obligim e kam mi dashur këta. Wal mutazawirin fiyya, edhe ata të cilët shkojnë e vizitojnë njëri tjetrin për hir të Allahut. Edhe këta Allah patjetër që i don. Wal mutabadhilin fiyya, është obligim kjo dashuria e Allahut edhe për ata të cilët shpenzojnë për hir të Allahut xhalla wa ala. Shpenzojnë në mënyra dhe forma ndryshme, prej kohës, prej mundit, prej pasurisë e kështu me radhë. Elos Allah te baraka wa taala që më na bën neve krejtë për tyne, edhe më na mundësu që imani jon gjithmonë më shku të urrit, më shku të afrohet te Allahu xhalla wa ala, më na ruajt prej shkaqeve të paksimit të imanit. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.